Është dita e tretë e seancave të fjalëve përfundimtare. Të mërkurën nga 4 ekipet mbrojtëse të 4 ish-krerëve të UÇK-s, i pari e nisi ekipi i ish-presidentit Hashim Thaçi. Mbrojtja e kërkoi lirimin e tij duke thënë se asnjë prej akuzave të prokurorisë për krime lufte e krime kundër njerëzimit nuk është vërtetuar. ZPS-ja nuk ka provuar asnjë prej elementeve të përgjegjësisë komanduese që do ta bënte Thaçin përgjegjës. Nëse prokuroria s'ju ka bindur ju duhet të arrini të paktën një shpjegim të arsyeshëm të provave ndryshe. Pra që Thaçi nuk është fajtor për akuzat që janë akt akuzë. Nga mbrojtësi kryesor u tha se prezumimi i pafajësisë ndaj 4 shesë së UÇK-s do duhej të vlente përgjatë gjithë procesit e deri në një vendim të formës së prerë dhe jo siç ka ndodhur në të vërtetë. Përpara jush janë 4 burrat për të cilët ligji duhet të thotë se duhet të prezumohen të pafajshëm. Ky proces është sjell këtu se ZPS ka ngritur pretendime se ata kanë prova që vërtetojnë për të dyshimit të arsyeshëm se ata janë fajtorë dhe përrjedhojnë për më shumë se 5 vite jemi të përfshirë në këtë proces ku duhet të bëhet verifikimi i pretendimeve të ZPS-s dhe për të parë nëse ata mund të vërtetojnë këto pretendime. Ky gjykim nuk është verifikimi i jetës së Thaçit. Ky është verifikimi i pretendimeve të prokurorisë se Thaçi nuk duhet të gëzojë prezumimin e pafajësisë. Misetić theksoi se Thaçi nuk ka pasur asnjëherë njohuri nëse anëtarët e qeverisë së përkohshme apo pjesëtarët e UÇK-s po kryenin krime. Prokuroria nuk ka arritur që të provojë se Thaçi të ketë ditur që ndonjë anëtar i qeverisë së përkohshme të ketë kryer krime. Nuk ka prova për të dyshimit të arsyeshëm që Thaçi të ketë patur njohuri për krime specifike të bëra nga anëtarët e UÇK-s, që të ishin vartës të tij dhe për të cilët nuk ka pasur dijeni unmiku dhe kfori. Në lidhje me pretendimet se komunikatat e UÇK-s nxesnin kryerje të krimeve, mbrojtja tha se janë të pavlera. Komunikatat e UÇK-s nuk kanë qenë nxitëse të krimit sepse në të kundërtën dëshmitarët ndërkombëtar që kanë dhënë dëshmi në këtë çështje do ta kishin ditur këtë dhe do e kishin bërë me dije për ju. Nuk ka pikë vlere dhe nuk ka fare kuptim me as më pak të përbëj provë për të dyshimit të arsyeshëm. Si është e mundur që ZPS-ja argumenton se si ndërkombëtarët dhe shefi i shtabit të përgjithshëm nuk kishin informacion për qëllimin e përbashkët kriminal, por në nivel më të ulët personeli i UÇK-s kishte mundësi që të merrte mesazhe kriminale. Mundësinë për të deklaruar para trupit gjykues, Thaçi dhe të tjerë do ta shfrytëzojnë pas një jave, pasi të përfundojnë dhënia e fjalëve përfundimtare nga të gjitha ekipet mbrojtëse.